Mirëmbrëma të dashur miq të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar profesor Plumpi Linçin. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje. Lulzim Basha fundos Berishën në SPAK për 21 janari. Profesor, mund të presim tani që SPAK-u të veprojë më shpejt me zotin Berisha? Mirëmbrëma të dashur shqiptar kudo që ndodheni në për globin, në Amerikë, në Evropë. Sa kanë rritur shqiptarët me çdo vend ndodhen shqiptarë. Unë e di që ju prisni gjithmonë lajme. Unë e di që prisni lajmet e 35 vjetëve, 97-ën, piramidat, Gërdecin, 21 janarin, naftën, vrasjet që po vriten për ditë, siç u vran edhe pardije në aeroport. Prisni arrestimet, habiteni që qeveria me njerëzit shkon në Itali. Domethënë, gazetarja po më thot më tepër për Lulzim Bashë. Lulzim Basha ka qenë 2-3 herë në SPAK, jo një herë. Lulzim Basha ka thënë të vërtetën. Lulzimi është një person të dashur shqiptar, si i themi ne alla shqiptar, petull në vaj. Ai ka treguar çdo gjë. Ai ka treguar që ditën që Berisha e mori, ai mban mend, ishte një emër të bukur. Kopi, i marrë nga spionit që ishe në Serb, Luli, me shok, që spiononte kosovarët dhe ndihmonte serbët në luftë. E hapi, e kam fjalën 2005-ën, e hapi dhe i futi në parti kretë spionët që bashkëpunonin me serbët. Tash Luli e ka pyetur për 21 janarin. E pyetën për 21 janarin për arsye se ka qenë ministri i brendshëm. Po ka qenë dhe në zyrën atë ditë, po ka qenë dhe në kryeministri. Dashur shqiptar, ju e njihni, Luli nuk është nga ata që jep urdhër. Luli është nga ata që e kthejnë nga të duan. Pra, Luli ishte vërtet ministri i brendshëm. Luli tha të vërtetën ç'a ndodhi dhe kryeministri po atë ditë, si u goditën, si e goditën general të quajtur ushtarakun të gardës, si e goditën, si dha urdhën, kush i dha urdhën, cili ishte ata që goditën, i tha pik për pik, po pamarësisht. Dhe Berisha e tha vetë po atë ditë që plumbat kanë erdhur nga PS-ja. Kanë qenë plumba me revole të vogla, me lloj budallëqe. Pra, e tha dhe vetë me gojën e tij, që nëse do hyrin brenda, ne të i vrisim të gjithë. Ajo është, e ka thënë, janë tepër e kortë, pamarësisht se thonë të dashur shqiptar, se kompjurat i prishin jo. Çdo gjë ngelet. Janë gjitha të vërteta. Kanë ngelur të gjitha të vërteta dhe janë nga cila armë ka dalë, pamarësisht se i ndruan armë. E dinë gjithë shqiptarët, e dinë gjithë bota, që krye prokuroria dha urdhër për të arrestuar dhe qeveria, kryeministri, nuk i lejoi. I mbajti 5-6 ditë në kryeministri, gjësa mendovi që i rregullovi gjërat. Shkurtimisht, përgjigja e gazetares është që Luli ka thënë shumë gjëra, reale, jo gënjeshtra, dhe të gjitha ato janë gati për të arrestuar jo me një njeri, dashur shqiptar, jo vetëm Berisha. Nga garda, nga PS-ja, që siç u kam thënë që bashkëpunojnë bashkë, e bërin qëllimisht që të bënin një rrëmuj në Shqipëri, e bënin qëllimisht që të vrisnin shqiptarët, nuk ishte vetëm puna e 4 vetave, po ishte puna e revoltës, siç mendojnë sot, e revoltës që dedikin Shqipërinë e njëherë si në 97.
që të humni, mendoni se do humni gjyrmat. Mendoni se do të imini parat, valigjet dhe do largoshin në Serbi, në Rusi, në Francë, në Greqi. Pra, gazetare, të gjithë janë për të arrestuar këto ditë, nuk do ngelet njeri për arrestuar të dashur shqiptar. Këte që u kanë bërë ju, që i kanë bërë populli shqiptar, që i lanë fëmijët jetim pa nënën në për rrugët e botës, kjo është këto ditë del realiteti. Ju të dashur shqiptar e dini më mirë, ju e dini që ka ndodhur vetë, edhe një person që pata sot nga Kruja dhe i dinte shumë bukur tjerat, që ka ndodhur për 35 vjetë. SPAK nis verifikimet pas publikimit të dosjes së dytë ndaj Ballukut. Profesor, mendoni ju se po i afrohemi ditës që zonja Balluku të arrestohet? Dashur shqiptar, zonja Balluku është arrestuar, pavarësisht se sot është në Rom. Zonja Balluku nuk ka një dosje, dashur shqiptar, si që thash një dizde, ka dosjen e 35 vjetë. Pavarësisht se s'ka qenë ministre në atë kohë. A ka shumë dosje. Ka dosjen e udhëtimit në Greqi, ku punovi, pse erdhi këtu. Ka dosjen e demit që ka bërë kombit shqiptar. Ka dosjen si ka bashkëpunuar me ata që kanë bërë rrugët, të quajtur kompani ndërtimi rrugësh, të quajtur kompani ndërtimi të elektrikut, të ujit, të çdo gjë të dashur shqiptar. Si janë shitur, si janë bërë, ku kanë vajtur. Ne u kemi thënë më para, Amerika është me ju shqiptar. Amerika ka qenë gjithmonë në shikim çdo njeri që lëvizte. Kush hynte brenda ufijve shqiptar dhe kush dilte me valigje, kush hynte me një xhaketë të vjetër ambasador dhe kush dilte me 10 kostume. Pra, nuk është vetëm një dosje, edhe Mik Takesh kryetar që e shoh në foto, këtu i kanë nxjerrë të dy gjoja si kur qeshin, këta janë që i bëjnë Kastiljet dashur shqiptar. Ajo është në zi, kurse kryetari i SPAK-ut nuk zgërdhin, sepse është puna serioze tia. Nëse ai nuk e përfundon dosjet, arrestimet komplet, ai do hyj vetë në burg. Nuk ka më lëshime, nuk ka më maskime, nuk ka më fal. Parat që ka paguar Amerika nuk bën dot njëri shaka dashur shqiptar. Me paran amerikane nuk qesh njeri, që është para që punojnë emigracioni i tërë botës që është në Amerikë. Amerika kur t'jep $1, mendoj shumë gjatë. Pra, këto fotografit i kanë bërë qëllimisht të qeshura dhe shoh hekurat afër Ballukut dhe qesh. Balluku ka 2 javë që është në zit dashur shqiptar. Edhe që vajti me gjithë ministra, të quajtur ministra, me të gjithë rrugatshërinë, janë takuar me rrugatshërinë e Romës, me kryeministren e Romës. Pra, Balluku gazetare, jo vetëm i të arrestohet, pa jo do marrim qafë edhe familjen e saj. Dy vite pas Gjadrit, Meloni pranon dështimin. Detaj të takimit me Ramën në Rom. Profesor, ju e keni theksuar disa herë që kampi i Gjadrit nuk do funksionoj. Dhe duke se doli fjala juaj. Si e shihni ju vazhdimin e kampit të Gjadrit? Të dashur shqiptar, gjithë kampet që kanë bërë dhe gazetarja që e përmendi që kanë paguar miliona $, gjuaja do vinin emigrantët e Indis, e Pakistanit, indiantët, e të gjithë vendeve nga Afrika
që vjen në lumin e Italisë dhe lumin të na i sillin në tokën e Shqipërisë. Unë ua kam thënë që në fillim dashur shqiptar, që këta sjellën në natë 4 veta, len 1, kthehen 3, edhe të nesme nike dhe ai. Atje është bosh të dashur shqiptar, apo atje ka gati 100 sa veta të quajtur si polica, domethënë sekserët e 2 partive që marrë rrogën kot, marrë rrogën nga taksat tuaja dashur shqiptar. Nga ju që punoni në për dyqane ngrihni qemenat, shisni fruta, perime. Nga ju, pra u marrën taksat, u kam thënë, mos u jipni asnjë takse, ata janë të gjithë të vdekur. Ata nuk u prekën dot, o të dashur shqiptar. Pra unë shoh një foto këtu, po është e vërtet, Edi Rama, kryeministrja e Italisë të dashur shqiptar, ka 3-4 muaj që e kanë bërë planin që duhet ishin, gjoja do binë mbledhje së bashku, për të humbur gjyrmat e italanëve, për të humbur gjyrmat e popullit shqiptar, sidomos dhe të italanëve, sepse si Edi Rama të dashur shqiptar, edhe kryeministra e Italisë kanë bërë dallavere me parat e italanëve, të taksateve të italanëve, i ndajnë të dy së bashku. I ndajnë me 2-3 nga këta ministrat që janë, pra, dashur shqiptar, këta kanë vajtur për të humbur vëmendjen e arrestimeve, po si që kam thënë unë, edhe në hen të venë, do arrestohen, unë shoh disa fytyra këtu duke qeshur, ish kryetare e parlamentit, është ministrja e jashtme më të djathtë më të majtë të kryeministrit, duke qeshur, e veshur, e pipillosur, me para tuaja. Ajo dje s'kishte fustan, e kishte me arne. Sot ajo i nëmron parat me metro kup të dashur shqiptar. Po më të djathtë, shoh, qesh, zbardhëmët, kanë vënë një ministre të re. Ajo që ka filluar të prishi disa vila dhe pallate në Tiranë. I shoh të qeshura, por e shoh me kokë ulur zvenc ministren Balluk. E shoh zvenc kryeministren, më falni, e shoh me kokë ulur. I shoh të qeshur, e shoh ministrin e drejtësisë që punonte në Ministrinë e Brendshme, e shoh të qeshur, a ditë që ai u emërua, ai ishte duke qarë. Sot e shoh të qeshur se mbesovi se kalon. Po shoh një tjetër të qeshur të dashur bashkëdhetar shqiptar. A e shihni këtë fytyrë këtu? Ministri i Mbrojtjes, Greku, që tha me gojën e vet dashur shqiptar që unë jam grek. Edhe grekët e kërkonin që të vinte të bante ushtrinë. Ministri i Mbrojtjes, ministri pulave, që i s'ka një në dorë. Pra, unë i shoh të gjithë këta këtu, duke qeshur, shoh ministrin e Financave, po shoh dhe ministren e Shëndetësisë Bjonten, që s'dinte se ç'fliste para ca kohe. Pra, dashur shqiptar, shoh karnavalen e Napolit të quajtur, karnavalen e Triestës, ka vajtur dhe jam lidhur kokë më kokë me qeverinë italiane që na ka shkatëruar Shqipërinë. E pra, keni patur ambasadori italian, Ciganin, e më në fund erdhi ambasadori i Bashkimit të Evropës, ka erdhur në Kennedy Aeroport, më falni, në aeroportin e Tiranës, me një gjaketë të blu dhe pantallona të bardha. U bën milioner këtu dashur shqiptar. Molto milioner. Dilte në për televizore, erdhi i doptë, kocke lëkur,
dhe u fry si pulat e detit dikur në Shqipëri që ju shqenin me bukë për ditën e vitit të ri. Mori miliona dollar, po ne i dim dhe ku i ka. Ambasadori i Evropës. Ish ambasadori i Italisë. Vinë ciganët e Italisë këtu dhe marrën parat e tokës shqiptare. Vinë miliona e miliona dollar, shkojnë në Rom, gjoja bën mbledhje, jo të dashur shqiptar. Edhe kryeministrja e Italisë është për të arrestuar për vjedhjet që i ka bërë tokës shqiptare. Pa e mbani mend, kur erdhë ca ministrat, i quajtur ministrat, edhe Edi Rama ju përkull me gjuj tamam s'kur i jipte hunazën e martesës. Ja pra këto fytyra janë. Këto fytyrat të fëlliqura kanë rije për Shqipërinë. U kanë rije për poplin e shqiptar. I përkullën edhe në Itali, në Francë, e kudo. Pra të dashur shqiptar, këto fytyra që shini këtu, jo vetëm këto do arrestohen, po ju nuk besoni, ne do sjellën dhe fytyrat nga Italia që e kanë rije për Shqipërinë, që i kanë marrë parat shqiptarve, që kanë bërë vila, kanë bërë hotele, kudo. E Berlusconi ka 4 hotele të dashur shqiptar, po do t'jetë tuaja në tokën e Shqipërisë. Dhe janë tallur. Ka 35 vjetë, janë tallur sepse në parlament, në qeveri, 35 vjetë me ignorantët, me lumin e lumit të tokës Shqipërisë, me gjirin e këtyre fytyrave. Edhe vend në Itali, kurse shqiptarët nuk kanë një gotë ujë të pinë, kurse këta hypën në avion privat. Me lukse, aman të gjithë janë me kokë ullur. Që e din që të gjithë këtu do burgosen si Ilir Meta. Edhe më kej se Iliri. Më kej se Iliri. E më kej se kryetari i bashkisë. A e pat sa kile kishte humbur. Pritni, qa do t'i njajnë në burg. Ne nuk do t'i lejmë t'i gjallë të dalet nga purqet bashkëatetar shqiptar. Pari e pur, që kanë bërë ju, edhe që po u bëjnë ju, vjen shesën dengla në Rom. Shqiptarë s'ka buk të hanë. Nëna shqiptare po vdesën brenda, po treten për një pik ujë. Po le përshim, po s'kan ujë të pinë. Nuk kanë ku venë më shpi, që atia rreth ujë, vetëm më çdo qoshe dhe nuk e ndihmon kush. Të bijnë të tyre, fëmijët e din që nën e kanë gjallë. Kam dekur të dashur shqiptar, me qindra që nuk i tregojnë. Po tregojnë vetë fytyrën e tyre kur udhëtojnë. Pra këto fytyra të shëmtuara nuk ka patur histori e Shqipërisë jo me mira vjetë pas këto 100 vjetë. Këto fytyra që janë aty, ta karagjoz, që të marrësh, ta bësh ministër të mbrojtjes, një puro grek, në shtetës grek, që të marrësh një grua e të thuash, je ministre e brendshme. Apo të marrësh një e të thuash, je drejtoreshe shikut, ta marrësh nga tjetër vend. Të talën dashur shqiptar. Aman gjithë talin që ua kanë bërë ju, do të paguajnë. Do të paguajnë, do shkrihen. Unë nuk u kam thënë kot të dashur shqiptar. Dhe të gjithë që më keni dërguar, jeni dakord, gjyq popullor, ju do të bëni. Në mëshirë tuaj dojnë këto fytyra nesër. Bëni çfarë të doni. Kështu ka rritur koha, se u kanë bërë të 90, çfarë s'u kanë bërë? Pasurit u kanë marrë. Fëmijët u apërzem për të detit. Djem tuaj u kanë futur në përburgje në Itali, aty ku hingëllojnë sot këta, janë me mira djem të rinj, që ka nevoj kombi shqiptar, janë në burg. E pra në atë Romën, me gjithë kryen ministre, me hajduten, me pederasen, vjen këtu edhe merë parate shqiptarve.
vjen këtu dhe bën vila dhe hotelet e saj, që kur nuk do t'i preki me dorë, janë të shqiptare. Pra, këto fytyra janë dashur shqiptarë. Po, të ma kështë nxjerrë në foto, duke folur kryeministrja në Rom, bashk me Edi Ramën, dhe gazetarët i bënin pyetje. Ajo duke qeshur, duke hingëlluar. E di pse ka hingëlluar dhe hingëllojnë evropianët në tokën e Shqipërisë, se s'ka patur Zot. Nuk ka patur Zot në këtë qeveri. Por aman, qeverin që kemi kryuar, qeverin teknike, ka Zot. Ka patriota, ministrat. E duan kombin e Shqipërisë, po vinë nga të katër anë. E gazetarja, iku nga natua, po vjen këtu, për t'i shërber kombit. Kurse disa mizakali flasën lartën e poshtë për shqiptarë, sepse s'kanë kuven me atë dashur shqiptarë. Unë nuk kam thënë vetëm janë qeveritarët e deputetët. Këtu kanë dëmtuar sekserët që gjoja kanë hapur parti. Nga një person, një parti. Janë shërbëtorët e agentave të huaj, të sërbe, të grekve, të libis, të turqis, të kujdo. Pra, erdhi fundi i këtyre. Erdhi fundi i këtyre mizakale, që u kanë coptuar, që ata dalën vishen me kostuma, pa punuar një ditë. Kurse shqiptarët e shkret kanë punuar 26 vjetë në regjimin komunist, pa bukë, zbathur, shkonin në muzeke, në përkanale, vini më shpiu pikon të shiu, edhe tani u japën $80. $80 në muaj, që të miri të paktën $500 që në atë kohë. Të paktën të kishën marrë. Të gëzonin një gjysmë dite. Të miri një të 10-ën e parlamentit, po një, jo një të 50-ën. Ata marrën 5.000, këta marrën 80. A i patë në parlament sot që flisin ignorantët, rrugaqët, edhe flisin në mbledhjen sekrete, dhe kush, loka, ndoka, sekrete janë ata? Kush o ka dhenë, shiku, a pas ka dhenë ju vetë? Po të shikut nuk janë sekret, janë të futur sërb, grek, në atë vënd që e dim të gjitha. Pra, të dashur shqiptar, ka erdhur koha e juaj për të parë realitetin, ka ardhur koha e juaj që t'i shihni këta fytyra. O po shoh disa fytyra këtu dashur shqiptar. Në Rom. Kryeministren me duart të takuara të dyja, di pse i takon kështu? Ka marrë shumë paratë nga ju. E shoh, duke qeshur 2 ministrat e jashtëm, o Zot, ku ka rritur vendi Shqiponjave. Ministria e jashtme ish kryetare parlamentit të Shqipërisë. Më ka ardhur në zyrë dikur, kur ishte e veshur e atit edhe sytë po më lëvisnin, më erdhi keq, amam si gabele. Dhe ministri të dy kanë dalë aty italani, me shqiptarin i kanë ndërruar ato, a i mban Shqiponjën me kokë poshtë, po thuaj. Edi Ramën, e shkoni dashur shqiptar fytyrën e ti. Është me qef. E ti qa me dojë të ashi? O, mos më arrestojnë Amerikanët tu në Rom. Kurse kjo qesh sharlatania me parate shqiptareve, është veshur me gjinglat, pra dashur shqiptar, këto fytyra i ke sot në Rom. Vinesër. Vinesër, atë shkojnë drejt burgut. Pra, gazetare, ka rritur Shqipëria me lumin e lumit
që ti bëjnë reprezent në Romë, që ai Roma është krijuar dashur shqiptar nga shqiptarët. 3 popët e parë janë shqiptarë. Ka arritur llumi të prezantoj shqiptarët intelektualët që janë me kokullur sot, kurse llumi hingëllon. Pra, u erdhi funda gazetare, keni të drejtë që jeni të prekur, sepse e njihni mirë Shqipërinë edhe ju, jeni lindur, jeni rritur për kampin e trajnimit, jeni erdhur nga NATO për të shërbyer kombit, pra kurse këta me parat tuaja bredhen dhe bëjnë beri haj në për rrugët e Romës. Trump shpëton administratën. Profesor, me gjendje që ka evoluar në Amerikë, a mund të presim një vëmendje më të madhe të SBA-s në Shqipëri? Të dashur shqiptar, këtu është për hapur dhe gazetarja nuk ka faj që e ka marrë këtë foto nga televizorët. Janë 2 gjëra, besoj unë se gazetarja e ka nxjerrë qëllimisht ja qa bëjmë propagandë llumi i Shqipërisë, dhe cila është e vërtetë. Unë shoh në foton presidentin e Amerikës. Amerika nuk është në krizë të dashur shqiptar. As ka që në zëjtë kur. Amerika pati një problem për çështjen e fondeve. Unë mbyll zyrat për një kohë të shkurtër, kurse parlamenti e kam fjalën, jo ku vendi, po senatorët, senati, dhe gjithë natën para ditëve, dhe u hapën dhe fondi u lirua tweetin amerikanëve. Po të dalën e fjala e gazetares, që a e ka humbur vëmendjen Amerika për Shqipërinë. Dashur shqiptar, po e them troq edhe hapur. Shqipëria është tamam si një gur i vogël në mbestokja. Po për Shqipërinë, plani ka 100 e ca vjet që ta bëjnë Shqipërinë me kufin natyror. Çdo gjë që të ndodhi në Evropë o në Amerikë, luftë civile, o luftë Amerika të bëj me Evropën, vëmendja nuk ik dashur shqiptar. Punët janë të ndarë në Amerikë. Pse Amerika është kaq e fortë, e pasur, edhe e fortë që është armatimi, e para në botë. Për 2 gjëra janë të para në botë, si për fonde dhe për armatime. Amerika, të dashur shqiptar, ka një rregull, ka këtë ligj. Vërtet në Amerikë ishin mbyllur zyrat për një kohë, por ai që është në Amerikë as e kuptoi fare, as nuk e kuptoi. Ishte i lirë, tregtia ishte në rregull, sikur s'kishte gjë. E nëse bëhet luftë, lufta e tretë ka filluar. Përsëri, Amerika mund të luftojë me ata që e dëmtojnë demokracinë reale në botë, por në Amerikë nuk vise asgjë dashur shqiptar. Shkon hap dyqanin tënd, tregtin tënd, rrugët janë në rregull, policia është në rregull, çdo gjë shkon tamam si 24 karat. Pra, gazetarja e ka mendjen, o të tjerët që, Amerika është trubull, si që e thonë disa mizakali, që Amerika ja ka rrëzuar avionët, Amerika s'ka fuqi, Lindja është e fuqishme, Kina është e fuqishme, Rusia është e fuqishme. Dashur shqiptar, Amerika, ju e dini mirë kujt i thonë kalë,
që i vjen një hekur në gojë dhe e mban duke ecur dhe e tunt. Amerika i tunt këta dashur. Si Kinë e Rusi. I ka në gjep. I ka në gjep dashur. Amerika s'ka nevojë më për ushtri. Pare. Edhe për avionet s'ka nevojë. Amerika ta bën një sta pred mendje. Është be fuqishme në botë. Be pasur në botë. Nëse nuk ka naftë ta zem në Evropë, Amerika për 100 vjet ka naftë që si ka hapur le rezervat janë mbi tokë. Por nuk e ka hapur nën tokë dashur shqiptar teksës, mbyten kafshët nga nafta që është mbi tokë. E nuk e hapën. Amerika është e pasur dashur shqiptar. Amerika ka njerëz. Ka njerëz të mirë, ka njerëz të keq. Si një familje. Janë 5-6 vëllezër, njëri nuk është i mirë. Por do mësoj nga e keqja, nga 4 të tjerë do bëhet edhe i mirë. Pra Amerika e do Shqipërinë. E do Shqipërinë sepse ka amanetet nga presidenti i parë, George Washington. Sepse ka amanetet nga George Bush, dashur shqiptar. Ky ishte qëllimi që i biri George Bushi, presidenti, djali i tij, erdhi në fushë kruj. Ky është qëllimi dashur bashkëdhetar shqiptar që në 90 e bën plan që të hapshin ambasadat dhe nuk u vra një njeri. Ky ishte plani i Bushit dashur shqiptar. Ky ishte që nuk u vra një njeri kur hyn në ambasada, kurse këta sot duan të bëjnë rëmuj të djegin Shqipërinë. Pra, gazetare, të flenë të qetë njerëzit, Amerika është brenda këtu, është brenda në SPAK, është brenda në byron kombëtare, kontrollon çdo gjë dhe as pyet fare se ka shik ose ka këta që mblidhen, këta deputetët që i umblodh sot disa rrugaç dhe i bën një pyetje kryetares të SPAK-u, drejtoreshës. As e pyet kush. Këtu është SPAK-u, këtu është byroja kombëtare dashur shqiptar. Pra, Amerika është brenda në zemër të Tiranës. Unë nuk kam thënë, ne kemi njerëzit kudo. Pra, do përfundojnë arrestimet, e nuk do të ketë më SPAK. Sa të mburojnë arrestimet, SPAK-u është krijuar për këta hajdut, për këta kriminalet e 35 vjet. SPAK-u është krijuar dashur shqiptar për ambasadorët e huaj, të Italisë, të Greqisë, të Francës, të Bullgarisë, të Serbisë, të Rusisë, që t'i sjellëm këtu që i kanë marrë para shqiptarëve. Për këtë është SPAK. Për këtë është byroja kombëtare që dohet nesër të quhet FBI-ja shqiptare. Nuk është vetëm për 35 vjet këtyre, është për të gjitha ata ambasadorë që kanë erdhur këtu të shteteve të huaja, që kanë vjedhur, kanë erdhur me një xhaket dhe kur kanë ikur me valigje plot. E kanë edhe nga një vilë këtu. Pra të dashur shqiptar, të rrini të qetë. Amerika e do Shqipërinë. Amerika është me 97% të shqiptarëve, me 3% që do jenë në përburgje, do hapën rrugët, duke lidhur, do t'i shihni me sy tuaj. Pra, gazetare, gjitha këto fotot që i nxjerrën, s'kan lidhje fare. Amerika është në Shqipëri. Kemi diçka për shtuar. Unë sot të dashur shqiptar, në News 24, pash një deputete të re, emëruar. Një deputete të re e quajnë Ersila Laurasi. Kjo Ersila Laurasi, pedagoge, mësuese,
që mëson fëmijët e shqiptarë. Universitet. Doli sot dhe e pyetën për atë ligjin që e kanë votuar deputetët. Pra ligjit martohet burr me burr, e grua me grua, e kjo e shpjegonte. Që nuk është ashtu. Pa moj zonja Ersi, s'kishe natë të mos dilnje në televizor për vite e vite me radhë në news, më falni, në Klani, në Fevziu, s'ke lënë televizor, dimbonje socialist, edhe Edi Rama të ka emëruar këto ditë deputete. Po pse deputete si ty do mbaj Shqipëria? E i thoshe gazetares në 24 që nuk është ligja jo. Ligja është i barabartët që gruaja të mos preket të punë, të mos ofendohet. Kush ofendon një zonjë? E të mos ofendohet edhe mashkulli. Do me thënë mashkull e femra të dali lakurisi pas mendjes tënde? E të thot, unë jam lesbien, në tokën e Shqipërisë, kur zdo bivaki. Kur zdo bivaki. Pa marësi se që keni bërë planet tuaja, por nuk u dalë. Pra të shtua dhe një dosje zonja Laurasi. Që në Fevziu, s'kelen gjatë pa thënë. Uleni këm kryq në për kotuqet. Keni nëzje një liq, që di qo se ofendon njëri dënohet. Leqës ka me qevria juaj ka vdekur me kohë. Po ka vdekur dhe mendimi tuaj. Mund të thua shqiptareve, nga gjinglat që ti vish një flori. Ku i ke gjetur? Ku i ke gjetur televizor më televizor? Po të drejtojmë drejt ty, se të pash sot, që vajtore me në kompjur, na flisje me kompjur, që ky liq është ky që të mbroj mashkujt e femra të mos i ofendojnë njerëzit. E cilit njerëz i ofendojnë? E zonjë, që është toka e Shqiponjë? Ka 2 gjini. Gjini mashkull e femër që martojnë bashkë. Këto gjinit do t'jenë e me shekujt e arqme. Sepse ka familje. Familja e mëson fëmin, si të vishet, si të ketë respekt për tjetrin. Po jo si pas mendimis tënd e të atyre shokve të tu, gjoj, a bët ligjë, po kush të pyet ty? Bët ligjin që të dalën në mes të bulevartit, e ti hingëllojnë, edhe ti the që është edhe rregulli i Evropës, i kujt e Evropë, i Bashkimit e Evropës, i grekëve, që qarë race janë, i francezëve, apo i serbëve, apo i rumunëve, i bullgarëve. Ligji tyre do na mësojnë ne në tokën e Shqipërisë, që vinë që ande, e të na mësojnë ne si të martojmë me meshkuj, që të eliminojmë tokën e Shqipërisë të mos ketë më fëmijë. Ke shumë gabim. Të shtua dhe një dosje. Unë të kam ndjekur ty gjithmonë, jo vetëm ty, po kam ndjekur gjithmonë kur dilni në Fevziu. Çfarë keni thënë këto vite? Jenë listë. Jenë listë, do japësh llogari para gjykatës. Ku i ke bërë parat, si i bere, qa makinë ke, ku i gjete, nga të vinë fondet. Ato fjalë që fole sot, që ne do të bëjmë këtë, sepse na i kërkon Bashkimi i Evropës. Por ne çfarë jemi këtu? Ne kemi krijuar qeverinë. Le dali një nga këta të qeverisë, nga ty, deputet,
e të flasi diçka që, Pilinçika nuk e ka krijuar qeverinë. E të shikojë çfarë do të njaj. Po keni filluar, kërkoni të bërë një demonstrat të henë. Jini bashk. Edhe i kërkoni e llogari presidentit. Po flase unë në këtë gjuhë të presidentit të Shqipërisë ja keni shpen. Unë përsëri po i them presidentit. Këshilltarëve aty që janë juristë, që i njoh fare mirë, që dije ka qenë ministri i drejtësisë. Nëse ju e firmosni, jo vetëm Barjami do mbaj përgjegjësi, po do mbani edhe ju, që je jurist, je në KQZ, nuk po ta them emrin, ke qenë ministër i drejtësisë, në kohën e Berishës, u largove për çështën e vëllai, dole nga ministri, hyre në KQZ, aty ku janë parat. A e pe qa flisnje budallëqe të thuaj, jam jurist, në kushtetut, që mbronje veten tënde, që thoshe ka të drejtë presidenti t'i nxjerrë në votime, po si kishte të drejtë. A e pasi duart 5-3. Doli kundra te. E po ti ishte president, ty të largon dhe nga puna. Që ti ishe jurist, i the, i quajtu pa marrësi se aty nuk ka jurist, aty ka vetëm urdhër, vendim. Pra, presidenti i Shqipërisë, që je këtë ditë, mos firmos, do bësh gabimin më të madh, që kjo që është bërë që në kohën e Berishës, kur ishte kryeministri, që i lejovi të martoshin mashkull me mashkull, femër me femër. Kjo është, po doni ta bëni me ligj, që t'i arrestoni njerëzit kur t'i ofendojnë në për rrugë. Po jo, s'do arrini do. Ligjet tuaj shkojnë në Plirat, në VC. Kushtetuta juaj shkon në VC. Është kjo kushtetut që do bëjë. Pra të dashur shqiptarë, unë e di që jeni të rënditur nga këta që po nxjerrin këto ligje këto ditë. Klini të qetë, sa t'jemi gjallë dhe jo, e sa t'jeni gjallë ju, që do t'i bëni me gjyq popullor, Shqipëria do t'jetë e sigur. Pra të dashur shqiptarë, të rinj, ndodhe, e janë sa më parë, e janë të mbroni kombin e Shqipërisë. Të mbroni kombin e Shqipërisë nga plirat e fundit që kanë ngelur. Duan të djegin Shqipërinë, sepse policia nuk ka më fuqi dashur shqiptarë. Një person që nuk ka ngrënë, i merren mend. Këta duan të djegin Shqipërinë më kese 97. Janë të dy palët. Do të pejmë të demonstratën ditën e hënë, që nuk do vej asnjë njeri. Po, shqiptarët kanë të drejtë të ngrihen. Është vonë tani. Kanë drejtë të ngrihen se s'kanë ujë. Kanë drejtë të ngrihen se s'kanë drita. Kanë drejtë të ngrihen se s'kanë pension. Kanë drejtë për shumë gjëra të ngrihen. Po 100 ca. Po nuk janë ngritur. Sepse sekserët e tyre u mbanin poshtë. Po jo të ngrihen për të djegur. Asnjë shkrepse nuk i kam për t'i vënë Shqipërisë më. Sepse gjithë pasuritë janë mbi tokë, vila, pallate, kulla, do t'jenë tuaja dashur shqiptarë. Nuk do t'jenë më të këtyre. Pra rrini t'i qetë, ku erdhi dita e gëzimit. Është dita e juaj që ta festoni dashur shqiptarë. Erdhi dita që në atë gjendje që kemi bërë ne, t'i shihni me sy tuaj që kanë bërë për 35 vjetë, këta rrugaqëria. Edhe akoma flasën, nuk kanë fuqi. A e keni parë dashur shqiptarë kur dalën që bëjnë nga 1 orë e gjysmë intervistë, nuk i shikojnë më tepër se 30 veta.
kurse ne e duan Shqipërinë mbi 2000 vete, live, me mira e me mira, vetëm kemi klikime 7 milion e gjysmë vetëm në YouTube. Kurse në TikTok të gjitha kalojnë 14 milion dashur shqiptar. Se e doni Shqipërinë, është realiteti këtë që u themi. Erdhi fundi i fundit që s'ka më, të gjithë shqiptarët që më vinë më thonë ka ardhur fundi. Më mirë të vdekur se jemi të gjallë. A here, prisni këto ditë, dashur shqiptar, ne jemi gati për të larguar, për të vajtur në përzyra, për të vajtur për të shërbyer juve, për të ndarë pasurit ju, për të ndarë parat që i kanë këta me metrokup t'i kini ju, për të marrë hotelet e asaj italankes që fliste duke qeshur sot, që ka vjedhur parat e shqiptarëve që ka bërë duke vjedhur me Edi Ramën. Kanë bërë biznis bashkë. Kaq milion ti, jo mira, miliona dollar e euro. Po jo. Shqiptarët i kanë sytë, shikojnë çdo gjë. Pra të dashur shqiptar, do arrestojnë të gjithë, siç u kam thënë, do rinj të lumtur, do t'u kthejnë fëmijët nga gjithë bota, e nga Amerika me si presën. Vetëm nga Amerika kemi dashur bashkëdhetar shqiptar mbi 80.000 njerëz që janë klikim. Vetëm Amerika. 1 milion është Italia. 1 milion është Greqia. S'ka shtet që të mos na shëgojnë ne, që e duan Shqipërinë, nuk kanë nevojë të shëgojnë fytyrën e Pilinçit, po shëgojnë fytyrën e këtij flamuri, dhe të këtij flamuri, dhe të Skënderbeut. Të ngjallet realiteti. E njëherë të kthehet të bëhen dasma. E njëherë të kthehen fëmijët të gëzojnë kur u vjen një mik, si dikur ne gëzoshim, kurse sot, kur tërket një mik dhe dera, nuk japi dera. Se i vjen turp, çfarë t'i japi? Kurse këta kodosh, ta mizat e kalit, shkojnë për drek e për dark në Milano, në Rom, në Paris, në Beograd, në Athinë, ku nuk ven, në Vjenë, kanë filluar blen dhe hotele në përven, në Vjenë, e në Rom, e në Milano, fëmijët e këtyre që janë në burg, kanë vila, hotele në Milano, po do t'jenë tuaj. Të dashur shqiptar, dofta u zgjata shumë, por erdhi fundi këtyre, erdhi ditë tuaja që ju të gjykoni, ju të bëni gjyq popullor, është në dorën tuaj, jo në dorë s'ka gjyqtar, sepse mbasi bëhet qeveria, brenda një muaj dojnë gjyqtarë të rinj, gjyqtarë që ju do t'i doni, sepse dojnë gjyqtarë që kësaj kushtetute. Pra të dashur shqiptar, natën e mirë, miru pafshim nesër, inshallah ngrini flamur shqiptar dhe amerikan me çdo qoshe. Jini të lirë dashur. Amerika nuk u pengon, vini këta flamur në korridor, në balkon, në qati, kudo që shkoni, këta 2 flamur janë me ju, janë të shqiptarëve, edhe ky shqiptarëve është dashur. Pra, natë e mirë dhe një. Profesor, falenderoj. Të dashur bashkëdhetar, shihemi në transmetimin e radhës. Faleminderit.